Këtë që është gjenerata fundit të CLS-s, fatkeqësisht, dhe këto kupet me 4 dyrë, po edhe kupet me 2 dyrë në përgjithësi, janë në zhdukje, edhe Benci se bë mo asën kupe, CLS-n se bë mo, AMG GT-n se dia do e bojë mo, janë bë shumë të ralla, të kanë qenë ndër makinat më të bukura, se kanë qenë më shumë dizajn se sa prakticitet, që të CLS-a parë, që akoma në gjë e bukur dhe sot që ka dalë që në 2004-ën. Kjo tashi, ndoshta nga ana estetike, nga ana jashtme, nuk është aq e veçantë sa ato, se ka përdorur të njëjtën gjuhë Benci me kreta makinat e veta, klasin, CLA-n, gjitha duket, kurse CLS-a kalume, s'ka pas lidhje fare me asnjërin. Po pastaj nga gjonat e tjera, interiorin e ka super, me boxe Burmeister, me stile ngroje, ftoje, masazh, këto 2 ekranet këtu, e kanë kreta CLS-t. Të që kjo lufta e kueve të fuqi nuk marrë kur, ka sa dush të fuqishme. Për ta shfrytzu këtë fuqin, ka më se mjaftueshëm fuqi për 8 sa dush. Mirë dhe ishte me përvu edhe A7-ën e re dhe serin 8 Grand Coupe, që ose ka në njoni na thoni edhe ashtu e krahasojmë pak më direkt. Për të bukura ato janë më të bukura të dyja. Nga jashtë janë më të bukura. Si ja 8 Grand Coupe është perl fare, po edhe A7-a e re është shumë e bukur. Më tregoni cilin do kishit zgjedh ju nga këto 3 opsione.